Këto ditë kam parë një mizogjini, një përbuzje në mas, të një sulmi në grup që po bëhet Eglit. Jam i pataksur, jam i shokuar nga degradimi i një llumi, i një kënete të personazheve që hiqen publik, që nuk kanë asgjë publike në jetën e tyre, asnjë funksion përveç se botokseve në fytyrë që dalin dhe flasin dhe japin deklarata dhe tregojnë histori të çuditshme, sajesa, grushte, por mbi të gjitha poshtorojnë figurën e Eglit. Jam shokuar nga personazhe që ftohen në emisione të mediave kombëtare si Top Channel, që hedhin aludime se për çfarë doli Egli nga shtëpia. Disa thonë që bëri një abort, disa për të marrë ilaçe të forta. E më e çuditshmja është që jashtë Eglin e priste dashnori. Këto degradime në këto lloj ujërash të një kënete të qelbur që ka mbytur median, që bëhen klikime pasi të gjithë e dim pushtetin që ka Egli për të arritur edhe për të bërë audiencën të interesuar nga ta, nga ana tjetër, për mua këto nuk janë burra, por vetëm kanë bole dhe dalin dhe flasin dhe gjykojnë Eglin. Egli ka materiale të pafundme për të gjykuar në atë shtëpi. Unë jam një nga ata që nuk e kam pëlqyer rikthimin e saj, pasi po bën gjëra që për mua po e pengojnë lojët të tjerëve me informacione. Por le të qëndrojmë tek loja, pse nuk kanë këllë që këto pseudo personazhe që dalin dhe flasin, ku i kanë këto faktet, ku janë bazuar këta që Egli ka bërë një abort, ku janë bazuar këta që Egli ka marrë mjekim të medikamenteve të rënda, ku janë bazuar këta që Egli përjashta ka një dashnor. Jemi mësuar që vetëm flasim, por jemi mësuar që të dëgjojmë dhe të flasim, por ka një përshtypje se nuk mund të flitet më me pse, nuk mund të flitet më me këtë lloj gjuje, nuk mund të flitet duke hamencuar, duke hedhur balt dhe duke dëmtuar një grua, një vajzë, një femër. Nëse nuk e doni Eglin, gjykoni lojën e saj. Nuk jam kursesi dhe nuk i bashkohem këtij llumi të kësaj kënete të organizuar, pasi është e organizuar për të goditur Eglin. Goditeni në lojë, bëni analizat e saj. Bëni analizat për të në lojë, gjykojeni dhe bëheni leck po të doni, por bëheni vetëm në kuadër të lojës brenda, pa dalë jashtë kornizës së Big Brotherit. Pasi nga aty, këta personazhe sjellin për publikun informacione të dëmshme, japin disinformim për të penguar dhe për të ulur figurën e Eglit. E nëse Egli le të themi po bën gabime me xhestin, kush jeni ju që dëmtoni dhe hidhni balt të rreme, që hidhni balt të grumbulluar nga llumet e shoqërisë, që nuk kanë se çfarë bëjnë për dalin në ekran, ku po jepet kjo kohë kaq e artë, pasi ekrani nuk duhet më të jetë për të gjithë, pasi në këtë mënyrë ne prodhojmë një shoqëri agresive dhe një shoqëri që urren gratë e forta, por edhe gratë që bëjnë lojë dinamike, por edhe gratë që kanë argumente, që kanë ngjyra në atë lojë, siç është Egli. Unë në shumë trotshme Redin e kam kritikuar qasjen e saj për veprimin që nuk më ka pëlqyer, por kurse si nuk mund të dalë dhe nuk duhet të dalim nga ai format, pasi bëhet një çorb ku të gjithë fusin lugun për të marrë dhe ushqejnë publikun e tyre me informacione fake, me informacione që jo vetëm dëmtojnë imazhin e Eglit, por asajt nuk i bëjnë asgjë, përveç se i rrisin, le të themi, vëmendjen, i rrisin mbështetjen, pasi në të tilla degradime unë nuk kam parë dhe nuk besoj që duhet të shikojmë, pasi nuk e di më se ku po shkojmë si shoqëri. Ku e kanë të bazuar këta zotërinj që flasin dhe thonë që Egli pas ka bërë një abort dhe u rikthye në shtëpinë e Big Brotherit. Kjo është një çmenduri që duhet të vihet një herë fund kapaku të këtyre personazheve, të këtyre burrave me silikone në fytyrë edhe në trup pa diskutim, që flasin edhe kaq lirshëm, pa fakte, duke hedhur dyshime për të dëmtuar imazhin e një femre të fortë si Egli. Nuk dua absolutisht të komentoj lojën e Bigut, pasi jemi drejt fundit me 19 pridhësh finale, siç e kam thënë, por të gjithë këtë, le të themi, inat që kam, dua ta shfryej dhe dua të bëj një thirrje të gjithëve që t'i japim fund këtij lloj mizogjeni që bëhet femrave, të kësaj goditje me thika ku të gjithë në çdo emision po shikoj që po godasin pafund e pa krye Eglin. Çfarë ju ka bërë ajo, asgjë juve. Nëse ajo e ka lojën me xhestin, është xhesti ai që duhet të merret me të. Ne të komentojmë lojën e saj dhe jo jashtë shtëpisë së Big Brotherit,
Se ashtu marrim të gjithë kazanin, marrim lopata dhe jo luga dhe hedhim baltë mbi të gjithë, edhe kjo gjë nuk funksionon më kështu.